Në kryeqytetin shqiptar është zhvilluar Forumi Ekonomik I Tiranës, I organizuar në kujdesin e Forumit të Delfit, ku sipërmarrës dhe ekspertë ndërkombëtar u mblodhen për të diskutuar mundësinë e investimeve dhe zhvillimit ekonomik në rajon. Kryeministri Edi Rama në fjalën e tij para të pranishmëve u bëri thirrje të drejtpërdrejtë investitorëve që të kthejnë vëmendjen nga Shqipëria. Investitorët duhet të kuptojnë të gjithë se momenti është tani dhe Shqipëria është gati për investime të cilësisë së lartë dhe afatgjata. Ne mirpresim partneritet që ofrojnë dijen, ekspertët, inovacionin. Investimi sot do të thotë që të hyjmë në tregun e nesërm dhe ne ftojmë të gjithë që të angazhohen në 4 shtylla strategjike që do të përcaktojnë 10 vjeçarin tonë të ardhshëm: energjia e gjelbër, infrastruktura moderne, turizmi cilësor dhe I qëndrueshëm dhe teknologjia dhe inovacioni. Këto janë sektorët ku Shqipëria po ecën me shpejtësi dhe ku qeveria është e gatshme të mbështesë investitor me stimuj fiskal, transparencë dhe partneritet. Ne duam partner dhe jo kalimtar. Dhe ftesa jonë është shumë e thjeshtë, besoni te kjo. Shqipëria që po ngrihet, investoni në këtë Shqipëri që po transformohet, bëuni pjesë e historisë së suksesit që ne po ndërtojmë përpara se të jetë vonë. Shqipëria nuk është shumë e madhe, kështu që vraponi e nxitoni përpara se hapësira të mbyllet. Kryeji I qeverisë bëri edhe një bilanc të reformave të ndërmarra gjatë viteve të fundit, duke theksuar se Shqipëria përshëndrohet në një ekonomi të qëndrueshme të orientuar drejt produktivitetit dhe inovacionit. Në një Europë që po rimendon arkitekturën e saj të sigurisë dhe ekonomisë, vendi ynë qëndron si një shtyllë stabiliteti, një partner I besueshëm dhe një ekonomi në rritje. Po e bëjmë gjithçka duke luftuar korrupsionin, duke modernizuar shtetin. Revolucioni digjital ka ndryshuar mënyrën se si qeverisim. Do të ketë më shumë transparencë për bizneset, më pak mundësi për shfete. Në këtë kuadër, Rama solli dhe shifrat e investimeve të huaja direkte, të cilat në vitin 2024 arritën në 1.58 miliardë euro, ndërsa prirja për vitin aktual mbetet në rritje. Sipas tij, ky është treguesi I qartë se kapitali ndërkombëtar orientohet drejt vendeve me stabilitet dhe vizion të qartë zhvillimi.